Tani sot kemi në vazhdën e obligimeve ligjore të vlerësimit hershme për vitin 2027-2028, para Këshillit të nderuar paraqes kërkesat dhe objektiva strategjike 2026-2028 pranë Këshillit. Me kërkesë buxhetore janë përfshirë 3 objektiva strategjike sipas planit strategjik dhe kashit 2026-2028 si në vijim. Forcimi i sundimit ligjit, efikasiteti në luftimin e krimit, transparenca dhe çështja në drejtësi transparence. Secila nga objektiva strategjike përfshin edhe aktivitetet dhe treguesit sipas planit strategjik. Qëllimi i kërkesës buxhetore. Përmes kësaj kërkese buxhetore pasqyrohen nevojat e sistemit prokurorial të planifikuar për vitin 2026 dhe vlerësimet e hershme për vitin 2027-2028. Nevojat mbështeten në mandatin ligjor të Këshillit Prokurorial të Kosovës, planin strategjik 2025-2027, planet e punës, si dhe kërkesat e prokurorive dhe njësive organizative të Këshillit. Bazuar në këto dokumente, nga këndvështrimi i buxhetit, sfidat kryesore do të jenë mungesa e pozitave të nevojshme, mungesa e buxhetit për kategorinë e paga dhe menditje, mungesa e buxhetit për kategorinë e mallave dhe shërbimeve, si dhe mungesa e buxhetit në kategorinë e investimeve kapitale. Nevojat për pozita shtesë. Pozitat e kërkuara shtesë për vitin 2026 janë 21 prokuror dhe 179 pozita për staf administrativ. 1 prokuror në zyrën e kryeprokurorit shtetit, 3 prokuror në prokurorinë e apelit, 3 prokuror në prokurorinë speciale, 12 prokuror në nivelet themelore, 46 pashpunëtor profesional, 19 zyrtar ligjor, 12 pozita për zyrën mbrojtjen e viktimave dhe 99 pozita tjera administrative në fusha të ndryshme përfshirë këto dhe zyrtar për ndërmjetësim. Numri i përgjithshëm i prokurorëve dhe stafit administrativ për 2026 është 197 pozita shtesë. Mjetet e nevojshme për kategorinë e paga dhe menditje. Mjetet shtesë në raport me kufit buxhetor të përcaktuar me qarkorën e parë buxhetore për vitin 2026 janë mjete buxhetore të kërkuar për mbulimin e kostës së pagave dhe shtesa për vitin 2026, për shtesat dhe kompenzimin e shpenzimeve për prokuror dhe staf administrativ e që janë shtesat për funksione shtesë, shpenzimet për kujdestari për prokuror dhe staf, shtesat tranzitore, shtesat për kushtet e tregut, shtesat për performancë, shtesat për punën pa orar të paracaktuar, si dhe shtesat për punë jashtë orarit punës, si dhe mjetet shtesë për pagat 197 pozitave shtesë të kërkuar për këtë vit. Mjetet e nevojshme për kategorinë e mallave dhe shërbimeve. Mjetet shtesë të kërkuara për kategorinë janë mjetet buxhetore të mbuluar, shpenzimet e ekspertizave gjyqësore dhe shpenzimet për avokat dhe ndërmjetësues, shpenzimet për mirëmbajtje të objekteve përfshi këtu edhe për objektin C të Pallatit Drejtësisë, që ka qenë në përgjithësinë tash e sa vite prej kur është ndërtu Pallati i Drejtësisë, konkretisht Pallati C, e cila menaxhohet nga Ministria e Punëve të Brendshme, e që pritet të bartet në KPK për vitin 2026. Aktualisht jemi në proces të diskutimit të marrëveshjeve mes Ministrisë të Punëve të Brendshme, Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës. Shpenzimet për mirëmbajtje të CMIL-it dhe sisteme tjera softverike të teknologjisë informative, shpenzimet për zhvillim profesional të prokurorëve dhe stafit mbështetës, punëtori trueza, punë, trajnime dhe aktivitetet ngjashme, shpenzimet për shërbimet sigurisë, shpenzimet për shërbimet për praktikante, që fatkeqësisht sistemi prokurorial i Kosovës nuk po ka mundësi që t'i aktivizoj praktikantët me pagesë vetëm për punë vullnetare. Mjetet e nevojshme për kategorinë e investimeve kapitale. Mjetet shtesë të kërkuar për këtë kategoria mjetet mbuluara. Projekti kapitale si në vijim, ndërtimi e objektit në prokurorit themelore. Ashtu si që dimi së fundi Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës ka bërë një marrëveshje e cila po është bërë edhe ndrimi i pronave e që pritet shumë shpejt ne të marrim hapat fillestar për ndërtimin e këtij objekti, por që më vonë do t'i jap arsyet e vështirësitë të cilat do të pengojnë
ndërtimin e këtij objektit kapital për sistemin e drejtësisë, më konkretisht për prokurorin e shtetit. E që fatkeqësisht ai objekt tani më është mbi popullum, duke parë parasysh prokurin themelore dhe prokurin e apelit. Ndërtimin e objektit prokurisë themelore në Prizren. Edhe këtu tash sa vite mjetet na shkojnë në suficit si pasojë mos ndarjes së parcelave nga ana e ministrive përkatëse, e që së bashku me kryesuesin e Këshillit Prokurorit të Kosovës kemi adresuar disa kërkesa me shkrim që të na ndahet parcela, ngjitas me parcelën e cila më tani është veç duke ndërtuar objekti i Këshillit Gjyqësor të Kosovës atje për gjykatën e Prizren. Ndërtimin e objektit në prokurisë themelore në Mitrovicë. Po ashtu edhe këtu kemi sfidat mëdha, ku edhe këtë objekti kemi me qira tash e sa vite dhe si pasojë nuk po kemi mundësi të bëhet shpronësimi i pronës, e që fatkeqësisht me ligjet e posaçme shpronësimi i pronës bëhet vetëm nga niveli qendror dhe ai lokal. Edhe përkundër takimet dhe kërkesat që kemi pas vazhdueshme që të bëhet shpronësimi dhe të fillojmë ndërtimin e objektit ashtu siç do duhet të ishte prokuria themelore në Mitrovicë. Avancimi dhe funksionimi furnizimi me pajisje hardwareike dhe softwareike për gjithë sistemi prokurorial. Buxheti aprovuar dhe buxheti planifikuar për 2026. Numri i stafit 969 pozita, paga dhe mediti me 13.837, malla dhe shërbime 3.450.000, shpenzimit komunale 199.000, shpenzimit kapitale 2.134.000. Në raport me buxhetin e lium që në total është 19.621.000 me kërkesën buxhetore tash sa vite që adresojmë së bashku me kryesuesin e Këshillit Prokurorit të Kosovës, e që shkon 27.429.000 për me mujtë me funksionu sistemi prokurorial i Kosovës me gjithë sfidat të cilat i ka në 3 kategori themelore, siç është paga dhe meditjet, investimet kapitale, malla dhe shërbimet. Sfidat. Se kërkesat buxhetore nuk aprovohen sipas këtij planifikimi, vështirësitë që do t'i ketë sistemi prokurorial janë mungesa e stafit, numri i vogël i prokurorëve në raport me nevojat dhe kërkesat e gjykatave, mungesa bashkëpunëtore profesional dhe zyrtarëve ligjor në raport me numrin e prokurorëve. Unë konsideroj që kjo kërkesë buxhetore jo vetëm që duhet aprovuar, por thjesht duhet ngrisim zërin jo vetëm neve si Këshill Prokurorial dhe si prokuror shtetit, por edhe shoqëria civile, edhe partnerët ndërkombëtar, edhe media, edhe gjithë njerëzit e interesuar që ja duan të mirën drejtësisë, duhet ta ngrisin zonin dhe të shikojnë se si është e mundur që Këshilli Prokurorial dhe prokurori i shtetit ose komplet sistemi prokurorial të diskriminohet, të anashkalohet, të shkelin ligjet që janë në fuqi, sepse ato ligje nuk po respektohen. Janë propozuar nga qeveria, janë aprovuar nga kuvendi dhe janë në fuqi. I përmendi drejtori në mënyrë të detajuar të gjitha pozitat të cilat nuk janë duke plotsu e të cilat janë të parashikuara medias. Pra, jo që i dëshiron Këshilli Prokurorial, po thjesht janë të parashikuara medias. Unë konsideroj që mos mirëratimi i këtij buxheti është pengesë e zbatimit të drejtësisë në Kosovë. Mos them që është e qëllimshme, sepse lavdatat për luftimin e krimit organizuar, korrupsionit, lavdatat për futjen e Kosovës në raportet kredibile ndërkombëtare si sukses i luftimit të këtyre veprave penale shumë serioze, nuk i takojnë atyre të cilët nuk i punojnë të raste, po i takojnë kryesisht prokurorit shtetit, që është boshti i sistemit të drejtësisë. Asnjë institucion ligjzbatues nuk mundet me kry asnjë veprim që është i ligjshëm pa autorizimet e prokurorit. Asnjë gjykat nuk mund të bëhet në veprim pa kërkesat dhe akuzat e prokurorit. Pra, prokurori i shtetit është baza, është boshti i gjithë sistemit të drejtësisë. Kushdo që lavdohet për punën e arritur, kundërshtimit të organizuar, korrupsionit, terrorizmit dhe të gjitha veprave tjera penale,
kushdo që i përmend raportet kredibile ndërkombëtare për sukseset e Kosovës, duhet ta ketë parasysh se këto suksese i takojnë në rend parë prokurorit të shtetit dhe sistemit prokurorial të Kosovës, si boshti i gjitha institucioneve ligjzbatuese dhe gjykatës. Unë konsideroj që kjo kërkesë jo vetëm që duhet të dërgohet sa më shpejt, sepse na sa e di unë është afati deri me datën 28, por duhet të bëjmë çmos që si Këshill Prokurorial, se bashku me partnerët ndërkombëtar, shoqërinë civile, media dhe gjithë ata që atojnë të mirën sistemin drejtësisë, të bëjmë një trysni të lidhshme të gjithë ata që kanë për detyrë me mbështet drejtësinë në Kosovë. Mos mbështetja e sistemit prokurorial të Kosovës nënkupton pengesë të sistemit drejtësisë të Kosovës. Besoj se gjithë këtu pajtohemi për rëndësinë që ka buxheti në përgjithësi, posaçërisht për institucionin tonë, sepse pa buxhet s'mund të ketë shërbime cilësore ashtu siç kërkohet. Unë sigurisht edhe këtë kërkesë, ashtu edhe kërkesat e mëhershme që janë adresuar tek organet kompetente, që i përmendi pak më parë drejtori, kam besim plot se kanë qenë të draftuar dhe kanë plotësuar standardet ligjore, por ajo që nuk arri t'i kuptoj është fakti i mos përkrahjes dhe mos përgjigjes në kërkesat tona pikërisht nga organet kompetente këtu, me tekst veçantë nga Ministria e Financave. E tha pak më parë drejtori dhe çështjen, domethënë, të qirasë të objektit që kemi në Mitrovic. Keni parasysh se atje paguhet rreth 12 euro në muaj nëse nuk gaboj, e që i bie rreth 1.5, parafërsisht afër 1.5 milion për 10 vite, domethënë, paguhen vetëm qira për një objekt tillë që kishim mund në ato vjete me pas sot një objekt tonin ose ta kemi në të ardhmen të afërt. Për shkak të mungesës së buxhetit, nga ajo që kam kuptuar nga Sekretariati i Këshillit Prokurorial të Kosovës, tu kemi edhe drejtorin dhe na tregoi më së miri, do thotë ka pasur vështirësi të mëdha në kryerjen të obligimeve, karshi ligjeve dhe paleve në procedurë që kemi pas deri më tani. E di që ka pas, do thotë, edhe raste kur punëtorët e caktuar që janë pranuar këto vitet e fundit si stam mbështetës në kuadër të sistemit prokurorial, në përzur të rregullt përmes një procesi publik të rekrutimit, nuk janë paguar për një fare nga buxheti pikërisht për shkak të mungesës së buxhetit. U përmend pak më parë Prokuria e Apelit, meqenëse se jam antar i Prokurisë së Apelit, ju dini që Prokuria e Apelit punon së bashku në të njëjtin objekt me Prokurinë Themelore. Objekt ky i cili kur është ndërtuar në Pallatin e Drejtësisë ka qenë parafërsisht për 80 vjet, ndërsa sot punojnë aty rreth 200 punëtorë dhe në kushte elementare. Në këto ditë jam dëshmitar i asaj që po ndodh atje, në zyrën ku punoj, temperatura zakonisht është mbi 30 gradë Celsius, e tha pak më parë drejtori për iniciativat që ka Këshilli Gjyqësor dhe për ndërprerjen e aktivitetit atje, pikërisht sepse janë probleme që ata pra ballafaqohen. Ne si KPK mund bëjmë plane strategjike, sigurisht edhe planifikime tjera, për të përmbushur mandatin tonë ligjor dhe kushtetues, si dhe për të ofruar qytetarit të Republikës së Kosovës për shërbime sa më të mira. Por se mungesa e buxhetit të duhur po na vështirëson realizimin e këtij mandati tonë. Andaj në këtë aspekt pres reflektim edhe nga të gjithë ata që kanë sadopak rol që në këtë proces në mënyrë që KPK ketë buxhetin që meriton për t'i përmbushur nevojat e veta dhe për t'i ofruar qytetarëve të Republikës së Kosovës që janë taksapaguesit tanë shërbime sa më të mira dhe efikase. Ju falënderit. Dhe kjo kompetencë tani mbetet Këshillit Prokurorial deri në Supaj, e cila duhet të trajtohet seriozisht për shkak se rastet specifike, siç janë rastet e krimit organizuar dhe të